Emisionin Pressingu diskutua për takimin e presidentes Vjosa Osmani me krerët dhe partive politike, vendimi për rritjen e pensioneve dhe shtesa të tema të tjera aktuale. Gjatë emisionit është kyçur edhe kryetari i nismës Fatmir Limaj. Ky i fundit gjatë deklarimit të tij është përfshirë në një debat me gazetarin Berat Buzhala. Teksa Buzhala ishte duke i shtruar pyetje Limajt për mundësi për afrimin me vetëvendosjen, ka ndërhyrë Limaj duke e mohuar një gjë të tillë që mund të ndodhë. Nëse ty vetëvendosja të afrohet dhe të thotë, ka thënë Buzhala, jo Berat, hiç mos e ço magat, nale, nuk ka hajgare me këtë punë, s'është punë me u bë hajgare me këtë punë, e ka ndërprerë Limaj, duke mbyllur çdo lloj bashkëpunimi me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje. Në vend të thirrjeve të paqarta dhe të pafrytshme për shkëmbim territoresh, Shtëpia Bardhë mund të propozojë Kievit dhe Moskës një marrëveshje të përkohshme për Donbasin dhe territorit e tjera të kontestuara, të modeluara sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, kushte që Rusia vetë mbështeti për Kosovën pas ndërhyrjes së NATO-s një çerek shekull më parë. Me këtë ide del profesori në Universitetin John Hopkins dhe eksperti për Ballkanin Perëndimor, Eduard Jozef. Në opinionin e tij, nxitja e një zgjidhjeje sipas modelit të Kosovës në Donbas, së bashku me anëtarësimin e Beogradit dhe Prishtinës në NATO, do të jepte presidentit amerikan Donald Trump një fitore historike që ndryshon ekuilibrat gjeopolitik, duke dobësuar Rusinë, forcuar NATO-n dhe përmbyllur konfliktet e pazgjidhura të pasluftës në Europë. Jozef në artikullin e titulluar Një përparim ballkanik për Ukrainën, anëtarësimin e Serbisë në NATO dhe zbaton modelin e Kosovës në Donbas, thotë se Trump mund të ndihmojë në arritjen e armëpushimit të shumë kërkuar, duke e zhvendosur vëmendjen nga fronti i Ukrainës në Ballkan, një rajon ku SBA-ja dhe aleatët e saj kanë më shumë ndikim strategjik. Në këtë plan, Donbasi do të administrohej përkohësisht nga OKB-ja ose OSBE-ja, ndërsa vendimi përfundimtar për sovranitetin do të lihej vetë banorëve përmes një referendumi si në rastin e Kosovës. Kjo do t'i mundsonte Ukrainës të ruaj pretendimet territoriale, ndërsa Putinit t'i ofrohej një rrugdalje politike pa humbje të menjëhershme. Por ideja shkon më gjerë, eksperti sheh në Ballkan një shans për një përparim të dyfisht, duke tërhequr Serbinë nga ndikimi rus përmes një oferte për anëtarësim në NATO së bashku me Kosovën. Kjo do të izolojë më tej Rusinë në Europë, do të forcojë pozicionin e perëndimit në Ballkan, do të largojë ndikimin rus dhe kinez nga Serbia dhe do të nxjisë paqe të qëndrueshme mes Beogradit dhe Prishtinës, shkruan më tej Jozef.